Me mbjelljen e luleve në oborin e shkollës, ekspozitën me punimet nga arti figurativ dhe programi kulturor dhe artistik të interpretuar nga nxënësit, Shkolla Fillore Bashkimi, nga Gostivari kanë kremtuar patronatin e parë pas pavarësimit të Maqedonisë. Kronikën e sjell gazetarja Hatixhe Muharremi. Ta ndjekim. Pas 25 vitesh pikërisht në ditën ndërkombëtare të planetit Tokë, Shkolla Fillore Bashkimi ka vendosur të shënon ditën e patronatit. Drejtori i shkollës, Mersel Sadiku, theksoi se Shkolla Bashkimi brenda javës do të fiton statusin e shkollës ekologjike me çmimin Flamurin e Gjelbërt dhe që do të ndahet në organizim të Ambasadës së Zvicrës, Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, si dhe organizatës jo qeveritare OKSO. Ky vlerësim tregon se shkolla përmbush kriteret e një mjedisi të pastër ekologjik. Shkolla është e themeluar që në vitin 1962. Patronati i shkollës nuk festohet prej pavarësimit të Maqedonisë. Kjo iniciativë ka qenë e jona me ndryshimet statutare. Kemi vendosur që 22 prillit, dita e planetit Tokë, të jetë njëkohësisht edhe patronati i shkollës. Tani kjo na jep një obligim plus për përgjegjësitë tona, sepse përgjegjësitë tona nuk janë vetëm në oborret e shtëpive tona, por edhe më tutje në ambientet ku veprojmë, jetojmë, punojmë dhe kështu me radhë. Tani një pasqyrë të shkurtër në lidhje me këtë shkollë. Kjo shkollë është një ndër shkollat më të mëdha 9-vjeçare në qytet. Përfshin edhe 3 shkolla periferike që nënkupton se me aktivitetet tona sot kemi organizuar një happening i artit figurativ që lidhet me patronatin e shkollës, me ditën e planetit Tokë dhe një shfaqje e cila do të jetë prezantuar para publikut, mësimdhënësve, nxënësve dhe kuadrit arsimor. Në këtë eveniment të pranishëm ishin edhe drejtuesit e sektorit për arsim në komunën e Gostivarit. Shkolla Fillore Bashkimi përfshin edhe 3 shkollat periferike dhe numëron 1400 nxënës dhe 160 mësimdhënës.